Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. E kam akoma Vjerën në shtëpi dhe sot ka ardhur edhe Shtefani nga Panajiri që kishte ikur për 3 ditë. Kështu që sot do e kalojmë kohën tër familja bashk. Do ta fillojmë me një mëngjes që unë e kam rezervuar në një lokal që hajë mëngjes shumë i bukur dhe shumë i mirë dhe dua patjetër që t'ja tregoj edhe Vjerës. Edhe i kam ftuar unë sot. Ora është 8, në orën 9 dhe jemi atje. Kiani po fle akoma, ose e bukur kjo varsja. Kian po fle akoma me Shtefan dhe unë po përfitoj të bëjmë gati shpejt e shpejt. Dhe pastaj të tregoj çfarë do ju vesh, çfarë do i vesh çunën, çfarë do vesh për veti. Kështu që tërë ditën sot kemi plane plot. Nuk po ja u tregoj që në fillim, por kemi për të bërë shumë gjëra dhe jam Vjera shumë kurioze të di se si duket Shtefani, si babi pra kur të marrë djalin. Edhe tha me zy po pres që ta shikoj dhe imagjinoj dot kur të rritet Kiani që të ketë fëmijë dhe unë dua që ta shikoj si do jetë me fëmijët e tij. Nuk e di pse është kjo shenjë këtu, mbase Kiani këtu ka jargëzuar. Kështu, po bëjmë gati, po bëj rutinën e mëngjesit. Po flokët sot do t'i drejtoj, sepse unë nuk kam pjastër dhe Vjera ka pjastër dhe me qenë se kam pjastër do t'i drejtoj njërë t'i bëj kështë spic se ka kohë që nuk i kam drejtuar. Kështu që qëndroni me mua, me ne. Sa u bëra gati, të ju tregoj vetëm që do vesh këtë fustanin, kjetat. Fustani do ta vesh me një rip që ta ushtoj pak të kebeli. Edhe çizmat. Nuk ka nevojë të bëj asnjë punë, se mi ka bërë Vjera të tëra, u ngrita dhe kuzhina ishte. Kështu që thjesht po vishem, po bëj gati edhe djalin. Jam gati, këtë duhet ta kisha kurosur po përtova. Tani do bëj vetëm gati çantën e çunit dhe do t'i japim direkt të pi në restorant. Kështu do kaloj. Po bëj gati grosën dhe do marrë një biberon plot me vete që ta ketë djali për të pirë edhe nëse do akoma kemi 2 biberona të tjera me vete. Ikem po bëj në Vjera po bën gati djalin dhe unë po bëj gati çantën edhe veten tim. Mbarova. Sa po dham porosin, neve morëm latte macchiato dhe Shtefani mori kafe dhe për të pirë. Kurse për të ngrënë kemi marrë një pjatë për 3 persona që do vi tani dhe do jetë sa gjithë tavolina do t'ja u tregoj. Dhe këtu është një kafe vërtet shumë e mirë që mua më pëlqen të ha mëngjes dhe ishte shumë e vështirë të gjejë një vend. Kështu që kemi ardhur në orën 9 të mëngjesit për të ngrënë. Shtefani tha që nuk ka shumë uri, po do ta shikojmë sa do hajë. Dhe ju tregoj kur të sa po arritëm në restoran, porositëm, babi po shef njërë djalin, Kiani ka prioritet, do haj pari, pastaj ham ne. Shtefan, shumë e bukur je. Ti e me bukur. Ishte ironi me këta. Jam i bukur. Është interesante. Një zyrë mashkull. Një fytyrë, po. Fytyra jote. Fytyrë mashkull. Po. Und Jutta? Ich habe keinen blauen Augen. Aber du hast grüne. Braun-grün. Nee, du hast schon färbliche. Ja, je nachdem, wie das Licht fällt. Also Norbert hat immer gesagt, wenn er ein bisschen was getrunken hatte, dann hatte ich braune Augen. Nee, braune nicht. Du hast ganz helle Augen. Wenn er was getrunken hat und mir tief in die Augen geguckt hat, dann hatte ich immer braune Augen. Nein, meine sind grün-braun. Ja. Shumë dashuri për neve sot, me zemra
Të vjen keq që ta pish. Sa po përfunduam mëngjesin, tani jemi tek një zyrë e makinave me qëra të Europcar dhe do marrim Stefanin se do lej këtu makinën e punës. Po s'po vjen. Nëna këndon. Sa po erdhëm në shtëpi, mëngjesi ishte shumë i mirë, të tre hëngrëm, më kënaqëm, Kiani na la të qetë, në fillim e mbajti Stefani, e ushqevi dhe pastaj i dash edhe unë pak të pi, pak gji të pi dhe pastaj ja futi gjumit dhe kemi ngrënë mëngjes shumë të qetë të tre. Kemi për muhabet nga ku dëgjojmë nga të gjitha gjërat e mundshme dhe tani sa erdhëm në shtëpi, po ndërrohem dhe po pastrojmë një çik shtëpinë, do me thënë po sistemojmë, po vendosim gjërat në vendet e tyre dhe Kiani po fle akoma në Sezholino, kështu po e lem të flet aty sa ti do qefi, ndërkohë gjoksin po shpërthen. Po, edhe e disa bukur shiri kjo kapuqja që i ka sjell nëna, shumë më bukur, edhe këto overallat që ju tregova në një video tjetër, fantastike për 7 euro do me thënë. Kështu, po sistemojmë, që doja t'ju tregoja dje. Kiani kemi marrë masën 3 të bebelinave dhe nuk më besohet që për 7 javë ka kaluar nga masa 1 deri në masën 3. Kam akoma disa bebelina në masën 2 dhe po përpiqemi t'ja përdorim të gjitha, po në masën 3 sepse është 4 deri në 9 kg dhe Kiani është 6 së shpejti. Kurse ato në numrin 2 janë deri në 2 kg, çka e tillë për. Duket se ishin deri në 6 kg ato që kanë numrin 2, kështu që na duhet numri 3 dhe nuk më besohet që baby po rritet kaq shpejt. Kështu, për momentin jam shumë e kënaqur nga performancat të them e djalit, sepse na lë vërtet shumë kohë, flen shumë mirë. Unë jam çik me grip, mirë, po lexova që mamaja duhet të vazhdoj të japi gjithë, sepse me anë të dhënies së gjërit direkt i kalon dhe antitrupat që trupi im po lufton, kështu që i ka dhe ai nuk ka ndonjë ftoje të madhe. Tani pasi të sistemoj do t'i jap prap të pi se fillova duke u grindur pak në makinë, por pastaj zuri gjumi se i pëlqen shumë makina. Do t'i jap një çik të pi dhe kam përshtypjen që nga ora 12 ka atë gjumin e gjatë të ditës, për shembull 2 orë. Do ta shikoj nëse do funksionoj sot. Kështu, po vazhdoj të sistemoj, në orën 2 do na vin vizita, ka Sara dhe Çarish, do takoj dhe prindrit e Stefanit dhe mbase mund të bëj një kek të vogël, por nuk e di nëse do më lej kohë Kia. Kështu, po sistemoj edhe gjërat që bleva, por këto ju kanë folur. Por këto letrat me vaj bajamesh, që ne vetëm këto po përdorim për Kianin. Nuk janë të lagura, janë thjesht yndyrore. Edhe mora 2 të tjera sepse po na mbarojnë. Kështu, vazhdojmë me sistemimin e shtëpisë. Paçka se nuk kam shumë për të sistemuar se mi ka bërë vjera punët të tëra, o zoti më ta hash fare. Legt sie in ihr Wasser,
dann war es da so. Und gewertet Janë fjetë gjumë dhe ne tani do luajmë. Es ist so, Do luajmë një lojë që është shumë e thjeshtë, edhe Stefani po ja tregoi Morani. Zahl ziehst, kannst du Dhe sie përfishimore në marrë sajnë në qajtë për vizit. 1, 2, 3, 4, hier wäre sie. Jetzt kannst du sie aufgedeckt oder als Waldboden legen. Nuk e di sa ka që flejtë, po tani ka orarin e gjatë që flejtë 2-3 orë për shumë, dhe ne po përfitojmë. Nuk e pili të tërë gjoksin dhe unë po presit të zgjohet, edhe mes ta përkoj që të japi re nga gjoksin, duke që se unë jam pak e sëmur që da i marri direkt antitrupat nga qumshti im dhe mos të ftohet. Kështu që tani të luaj, So ist jetzt schon voll, jetzt kannst du ja nichts mehr shumë e machen. bukur deri Jetzt tani, ziehst ka du noch qenë eine gjitha 4, ditët që kam qenë meine vetë ist me jetzt djetë. 2, aber Kështu ist që eine sot, 4, po e kaloj dann tamam kannst du familja es nur plot. als Waldboden Sa irgendwo kohë kisha anders hajrit duar hinlegen. plot. Wo aber noch keine andere Zeit. Genau, Verstanden. das ist die nicht einzige Ausnahme. Ansonsten, Për të was gatuar du nuk auch të machen gatuaj sot, se do dürftest, shkojmë të theoretisch pizza. wäre, wenn du jetzt Ose hier do eine 2 gatuaj, nuk hast e und di, du ziehst shkojmë noch në eine vonë 2, varet nëse do na lejë dürftest du jetzt që të entscheiden, ob shkojmë er die vielleicht als të ham Waldboden benutzt pizza, do shkojmë, për ndryshe do Oder gatuaj unë ob du diçka, eben ose do halt sagst, procesoj nee, diçka në shtëpi. ich gerne Ngelet për të überall parë, kështu unë jam më mirë tani, mbase se kam bërë paracetamol, po ndihem më mirë, vetëm hundët që i kam pak të bllokuara. dann könnte ich ja für mich entscheiden, das oben so. Është ora 21:21. Ua, më kujton dikush. Po ju thoja, tani që po e bëj video, vjera më ka ikur, edhe kjo orë është vetmja orë që mund të bëj ndonjë punë. Edhe kur ishte vjera në këtë orë bëja ndonjë punë, sepse duke qenë se ishte shumë pak ditë, edhe Kiani ka qenë pak pa qef, janë gjitha unë më duket. Mua më gjithi Stefani, e nuk pranonte të rinte me asnjë njeri tjetër, kështu që edhe Vjera e merrte vetëm shumë pak, domethënë kur vërtet ose duhet shkoja në tualet, ose kisha vërtet një gjë të rëndësishme në dorë, ose bëju gati shpejt. Dhe përndryshe Kiani këto ditë ka ndenjur vetëm me mua, dhe jo vetëm me mua, edhe me Stefani patjetër, po do vetëm në krah, edhe jam shumë e lodhur. Kështu që vetmja mënyrë që të bëj ndonjë punë edhe të xhiroj pak kontent është kjo orë. Sidomos tani vonë, Stefani është turni i dytë, edhe kur është turni i dytë e urrej. Sepse turni i parë dhe dita kalon shumë shpejt, kurse kjo mbasditja, domethënë nga ora 5 deri në orën 8 që ta vem në gjumë është ku dëgjom, nuk më pëlqen fare, më duket shumë e gjatë. Të paktën i kemi krijuar djalit një rutinë, shikoni, ja po fle. I kemi krijuar djalit një rutinë edhe të paktën fle në orën 8 filloj me rutinën. Rutina jon është i jap një ringji që t'jetë një çik jo i uritur, se një fëmijë uritur, sidomos Kiani është, nuk e di se s'mund ta krahasoj me fëmijët e tjerë, po ky qan shumë po qevi uritur. Pastaj do ta zhveshim, t'i bëjmë një çik masazh, edhe do ta fusim në vask me ujë të ngrohtë, në vask me ujë të ngrohtë po ashtu, një çik masazh, një çik të kënduar, masazh këmbësh. Dhe pastaj do sjellim te tavolina e nderimit, do e lujmë me krem fytyre, krem trupi, solucion trupi, dhe do t'i veshim pijamat. Pastaj do ta mbledhim me këtë puket, që janë këto gjërat për të mbledhur fëmijën kështu që të mos lëvizë, sepse Kiani lëviz shumë edhe e zgjon veten e tij me lëvizjet e duarve. Pastaj vendosim muzikë, normalisht që e ushqej edhe me gjërin tjetër, i këndoj muzikë, pastaj vendosim dhe muzikë kështu në telefon, jo muzikë, po është kështu që janë për shembull zhurmat si në barkun e mamit, kështu zhurma të bardha, ja vendosim në telefon. Edhe kështu. Tani po e thosha, është vetmja moment ku mund të bëj ndonjë punë. Edhe shikoni si kam gjërat e Kianit. Ai tani është rritur shumë shpejt, edhe shumë gjëra nuk i bëjnë. Edhe prandaj i kam kështu se për shembull kur bën një pantallon pis, e duhet ta ndërroj, duhet të kërkoj shpejt çfarë ai bën. Kështu që
do t'i heq një se çfarë nuk i bën më dhe pastaj lart në çatin e shfrytëzuar kam dhe një kuti plot me rroba që janë të lara, i lava të tëra në fillim që kisha dhe vendosa këtu në garderob, në dollap, vetëm gjërat që i bënin. Tani ka shumë gjëra që nuk i bëjnë, si për shembull kjo gjëja këtu që ja kam veshur vetëm një herë, sa gjëna më vjen. Ja kam veshur vetëm një herë. Nuk i vjen më. Kjo nuk i vjen më. Këto tutkat po ashtu ja kam veshur vetëm një herë. Janë si pe kupulla, nuk i bëjnë më. Dhe do t'i nxirr të gjitha në anë, ose për shembull dhe kjo ishte outfiti që i blevëm neve për të dalë nga spitali. Bluzka mund t'i bëj në fakt, po pantallonkat është e pamundur. Shikoni sa të voçka që janë. Nuk i vjen asnjë këmbë tani. Edhe këto që ka bler motra, kjo kapuci Armanit, sa ka kokën ai nuk i bën fare. Këtë bluzën këtu çfarë numri kemi marrë? 54. Nuk i bën më, është 58. Okej, kështu që do shikoj, do t'i nxjerr të gjitha, sidomos këtu tek badit. Këtu tek badit është një katastrofë e vërtet. T'i nxjerr një herë të gjitha. Edhe të gjitha badit pothuajse kanë filluar mos t'i bëjnë më. Kështu që 55 deri në 62 kjo i bën. Kështu që vërtet duhet të shikojmë të blem badit të tjera. Sepse 62 do me thënë, tani është 62 dhe do shkoj t'i bëj disa badi, sepse kemi shumë 68 dhe shumë 56 që na ka dhënë motra e Shtefanit dhe ato nuk i bëjnë më asnjëra. Shiko sa të voçkla janë. Kështu që po i heq. Atëherë mbarova sistemimin. Këtu janë gjërat që janë për 6 muaj dhe këte janë gjërat që janë për deri në 4 muaj. Pra 62, këtu është 68, edhe këtu është 62, këto gjeçkat e ngrota dhe këtu janë pasaj jeanset, të gjitha 62 që mund t'i bëjnë bebit. Po kështu edhe këtu, aty është një xhup. Tani këtu janë badit me krah të shkurtra. Badit me krah të gjata, të gjitha 62, 68 maksimumi, këto janë tutkat. Këtu janë paliçetat, këtu janë bluzat, dhe këtu janë kostumet e gjumit, po që për momentin janë gjitha palar. Dhe mbarova. Këtu janë për momentin të gjitha rrobat që nxora, që nuk do t'i veshim, më shikoni, nuk ja vesh as edhe një herë këtu. Rinde shumë angusht këtu. Tani do paketoj të gjitha rrobat atje në një qese dhe do t'i çoj lart në çatin e shfrytëzuar. Dhe do t'i mbyll në kutin e disa rrobave që nuk i kam përdorur, sepse pse t'i hedhim? Kur mos taj kur. Nëse më pyesni sot, patjetër që as nuk jam gati, as nuk ëndërroj dhe as nuk dua të ngelem ndonjëherë më shtatzën apo të bëj fëmijë me eksperiencën jo pozitive që pata në lindje. Mirë, po ndoshta edhe për t'i falur, ndoshta bëhet me fëmijë ndonjë shoqja jo, ndonjë kushuri, ndonjë gjë, edhe pse t'i hedhim, sepse rrobat janë gjuna të hidhen dhe janë të mira. Kështu, unë i sistemova, tani është ora 10 dhe do shkoj në kuzhinë të përgatis diçka për Shtefanin. Edhe për vete, sepse më pëlqen që kur vjen Shtefani, duke qenë se nuk kemi kohë fare bashkë kur ai ka turnin e dytë, se para dite normalisht
fle deri në orën 9 ose deri në orën 10, pastaj në orën 11, 11:30 duhet shkoj deri në punë. Pastaj vjen në orën 11 të natës e në orën 10 mbaron. Kështu që po përgatis diçka, të ham diçka që të kemi edhe një gjysmorë apo një orë bashkë. Do përgatis kam gnocchi ose tortellini. Do bëj tortellini më mirë. Edhe kam pull, do bëj ndonjë salcë me kërpudha, se kam dhe kërpudha. Dhe kështu do e bëj. Nuk kam gjë tjetër për të bërë dhe nuk dua të gatoj ndonjë gjë të ndërlikuar sepse kam thënë se para punës më zgjohet djali, dyta punës nuk kam kohë. Ora është 10:05. Stefani për shumë në orën 10:40, 10:45 vjen sepse tani nuk ka trafik dhe nuk i duhet më një orë për të ardhur. Po fut të gjitha rrobat në qese edhe po përgatis diçka për të gatuar. Nuk është se do bëj ndonjë gjë të komplikuar, kështu që nuk kam pse të marr kamerën, se po e mendoja të merja të filmoja, po do bëj thjesht një salcë me krem pana, me kërpudha edhe me pak parmigiano edhe kaq. Edhe me pull. Kështu që nuk është se ka ndonjë gjë wow për ta filmuar. Kështu, kjo është videoja. E di që e filluam me një temë tjetër, e mbaruam me një temë tjetër, por besoj që sa më shumë të ketë në një video, aq më interesante është sepse kalojmë shumë ditë bashkë. Jam pak e lodhur ditëve të fundit që Kiani ka dashur të ri vetëm në krah, por shpresoj që nuk do jetë gjithmonë kështu. Edhe mezi po gëzohesha për fundjavën, ndërkohë që mora vesh që të shtunën Stefani gjithashtu duhet të punoj. Pra është vetëm me diela dhe të dielën Stefani më ka premtuar që do ta mbaj djalin për 2 orë, edhe unë do shkoj poshtë pallatit, do me thënë 200 metër, 2 metër në këmbë, kemi një restorant aziatik dhe kam lënë të takohem me shoqet e mia. 3 vajza jemi. Dhe Stefani më tha të lutem dil nga shtëpia se je lodhur. Kështu që edhe unë këtë gjë do bëj. Do shkoj te ky restoranti me gocat dhe i thash nëse doni që të takojmë te ky restoranti që të jem sa më afër shtëpisë, nëse duhet diçka, mirë, po do t'i pompoj Stefani 2-3 porcione për 2 orë, nuk është se i duan, po thjesht për just in case, thjesht në rast se duhet. Gjithsesi ka qumësht të ngrirë në frigorifer. Sa të duash. Sa që s'ka pirë Kiani, unë i kam pompuar gjokset që mos më krijohet mastit. Kështu, i ka. Ciao, shihemi në videon tjetër.